الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وشرفنا بالإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وكبروا الله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا سبحان الذي جعل هذا اليوم عيدا سعادا وكبروا الله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وكبروا الله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. صدق رسول الله فيما قال. Të nderuar besimtar, vëllezër e motra, sot jemi mbledhur në këtë vend të bekuar, në një nga ditët më madhështore dhe më të bekuara të kalendarit islam, në ditën e Kurban Bayramit, festës së sakrificës, devotshmërisë, mëshirës dhe solidaritetit njerëzor. Kjo festë e madhe nuk përfaqëson vetëm një manifestim ritual të besimit, por është një shkollë e lartë shpirtërore dhe morale, e cila edukon besimtarin me bindje ndaj Zotit, përgjegjësi ndaj shoqërisë dhe dashuri ndaj njeriut. Ibrahimi a.s. betet simboli më i lartë i besimit të palëkundur, i sakrificës dhe i nënshtrimit të sinqert ndaj vullnetit hynor, si në thirrjen për vizitë Qabës, ashtu edhe në prerjen e Kurban Bayramit. Pikërisht mbi këtë frymë është ngritur edhe mesazhi i kësaj feste të madhe, e cila na kujton se pa sakrificë nuk ka ngritje shpirtërore, pa përkushtim nuk ka afërsi me Zotin xhaleshanuhu dhe pa solidaritet nuk mund të ketë shoqëri të shëndosh. Zoti i Madhërisëm thotë: dhe për hir të Allahut vizita e Qabës është obligim për ata që kanë mundësi të përballojnë rrugën. Dhe ajeti tjetër lidhje me kurbanin: me të vërtetë ne te kemi dhënë ty begati të shumta, andaj falu vetëm për Zotin tënd dhe prej kurban. Sot në këtë mëngjes të bukur të kësaj dite madhështore, miliona besimtarë nga të gjitha anët e botës janë mbledhur në tokën e bekuar të Mekës, duke u përgjigjur thirrjes së përjetshme të Ibrahimit a.s. për të dëshmuar unitetin, barazinë dhe devotshmërinë e shoqërisë islame. Në mesin e tyre gjenden edhe haxhin nga Kosova, të cilët edhe sot pranë Qabës lutën për paqe, falje, mëshirë dhe mirëqenie për popullin ton dhe për mbar njerëzimin. Prandaj në këtë ditë të madhe, le të pastrojmë zemrat tona nga urrëtia, përçarja dhe egoizmi. Le të forcojmë lidhjet familjare e shoqërore, le të ndihmojmë nevojtarët dhe le të bëhemi njerëz të paqes, të dijes dhe të përgjegjësisë. Pikërisht për këtë arsye, Islami e lidhi këtë festë madhështore me solidaritetin social dhe me kujdesin për tjetrin, që asnjë familje të mos mbetet pa gëzim, pa ushqim dhe pa ndjenje në përkatësisë njerëzore.
Në këto ditë të bekuara feste, ne duhet të forcojmë lidhjet fare fisnore, të vizitojmë njëri tjetrin, të pajtojmë zemrët e mërzitura, të ndihmojmë të varfërit, jetimët dhe nevojtarët, sepse madhështia e besimit shfaqet më së shumti në madhështinë e humanizmit. Prandaj le të jetë kjo festë një moment të reflektimi, pastrimi shpirtëror dhe ringjallje morale për të gjithë ne. Le të sakrifikojmë urrejtjen për dashurinë, për qarjen për unitetin, egoizmin për solidaritetin dhe indiferencën për përgjegjësinë njerëzore. Vetëm atëherë do të kuptojmë thelbin e vërtet të Kurban Bayramit, do të jetojmë mesazhin e tij në mënyrën më të denjë. Të nderuar besimtar, vëllezër e motra, është obligim moral e kombëtar dhe institucional që të krijohen kushte për jetë dinjitoze, arsim cilësor, punësim të ndershëm dhe perspektivë të sigurt për të rinjët tanë, sepse rinia është pasuria më e madhe e një kombi. Një popull që humb rininë e tij, humb energjinë krijuese, zhvillimin, vitalitetin dhe shpresën për të ardhmen. Prandaj ruajtja e rinisë son, fuqizimi i saj dhe kthimi i besimit tek e ardhmja duhet të jetë mision i përbashkët i çdo institucioni dhe i çdo qytetari të përgjithshëm. Paqja e rëndësishme është edhe ruajtja e identitetit tonë kombëtar e fetar, ruajtja e gjuhës shqipe, e traditave dhe kulturës sonë të lashtë, sepse ato përfaqësojnë amanetin historik dhe shpirtëror që na është lënë nga brezat që sakrifikuan për liri, dinjitet dhe shtet. Një kombë që harron rrënjët e veta, rrezikon të humbë orientimin e tij në histori, ndërsa një kombë që e ruan kujtesën, kulturën dhe vlerat e tij, mbetet i fortë edhe përballë sfidave më të mëdha. Për të ndërtuar këto ide të larta, vendi ynë ka nevojë përveç stabilitetit ekonomik dhe politik, edhe për institucione funksionale dhe përgjegjësi shtetërore. Fatkeqësisht, interesat e ngushta grupore dhe përplasjet e pafundme politike të partive tona kanë lodhur qytetarët tanë dhe kanë krijuar pasiguri për të ardhmen. Mbajtja e zgjedhjeve të njëpasnjëshme, mungesa e unitetit institucional dhe polarizimi politik nuk i shërbejnë Kosovës, por dobësojnë besimin qytetar dhe zbehin shpresën e brezit të ri. Nuk mund të ketë interes më të madh se interesi i atdhëut. Nuk mund të ketë ambicie personale apo partijake mbi fatin e Kosovës. Prandaj faktori politik duhet të vetëdijsohet se stabiliteti i shtetit, mirëqenia e qytetarëve dhe ardhmja e rinisë janë përgjegjësi historike që kërkojnë maturi, urtësi dhe vizion kombëtar. Po ashtu, duhet të jemi të vetëdijshëm se jo stabiliteti politik ka lodhur popullin ton dhe ka shqetësuar edhe latet dhe miqtan ndërkombëtar, të cilët kanë qëndruar pranë nesh në momentet më të vështira të historisë sonë. Përgjegjësia jonë ndaj tyre nuk është vetëm mirënjohja, por edhe ndërtimi një shteti serioz, demokratik dhe funksional që ecën përpara me mençuri dhe unitet. Të nderuar besimtarë, ka rastisur që pikërisht në këtë ditë të madhe të Kurban Bayramit të filloj edhe fushata politike për zgjedhjet e parakoshme që të mbahen me 07 qershor 2026. Kjo na obligon edhe më shumë që në frymën e kësaj feste të paqes, sakrificës dhe mirëkuptimit të tregojmë pjekuri qytetare, kulturë demokratike dhe përgjegjësi kombëtare. Ne si qytetarë të këtij vendi dhe si popull me traditë të lashtë të urtësisë, mikpritit dhe respektit, duhet të dëshmojmë edhe kësaj radhe edukat, qytetërim dhe kulturë të lartë politike, në mënyrë që kjo periudhë zgjedhore të kalojë në qetësi, dinjitet dhe respekt të ndërsjellë. Fushatat kalojnë, zgjedhjet përfundojnë, por shteti, populli dhe interesat kombëtare mbeten mbi çdo dallim politik
apo partjak. Prandaj ju bëj thirrje të gjithëve që të merrni pjesë në zgjedhje me vetdije të plotë qytetare, të votoni lirshëm me përgjegjësi dhe sipas bindjes suaj, për ata që mendoni se e meritojnë besimin dhe që kanë vizion, urtësi dhe kapacitet për të quar përpara procese të rëndësishme të Kosovës. Në këtë fushat parazgjedhore, le të mos ketë vend për gjuhën e urrëties, fyrjet, linqimet, akuzat e pabazuara dhe njollosjen e njëri tjetrit me të pavërteta vetëm për hir të një vote. Një fushat të ndërtuar mbi përçarje dhe shpifje nuk i shërben Kosovës dhe as të ardhmës së saj. Le të mbizotroj urtësia, dinjiteti dhe kultura demokratike e dialogut, të kemi respekt për mendime ndryshe, sepse pikërisht përmes kundër mendimeve të shprehura me qytetari ndërtohet një shoqëri më e drejtë, më e pjekur dhe më e mirë për të gjithë. Kosova ka nevojë për debat të bazuar në ide dhe argumente, jo në urrëtie përçarje. Ka nevojë për vizion dhe përgjegjësi, jo për baltosje e sulme personale, për afrim dhe mirëkuptim mes njerëzve, jo për ndarje që dëmtojnë shoqërinë tonë. Besim me shpresë që pas këtyre zgjedhjeve, faktori politik të reflektoj me maturi dhe përgjegjësi shtetërore, që institucionet e vendit të formohen sa më shpejt dhe të krijohet stabiliteti i nevojshëm politik e institucional për të punuar bashkërisht për të ardhmen e Kosovës, për mirëqenien e qytetarëve dhe për perspektivën e brezave të rinj. Kosova ka nevojë për unitet, për çështjet madhore, për institucione funksionale dhe për një frym bashkëpunimi që vendos interesin atë dheut mbi çdo interes tjetër. Vetëm të bashkuar mund të përballojmë sfidat dhe të ndërtojmë një të ardhme më të sigurt, më të drejtë dhe më dinjitoze për të gjithë qytetarët tanë. Zoti i ruajt familjet tona, fëmijët tanë dhe shoqërinë tonë nga çdo e keqe, devijim dhe përçarje. Zoti i ruajt popullin tonë, Kosovën tonë dhe na udhëzoj drejt paqes, urtësisë dhe bashkimit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون